A i takon diasporës me opozim politika ju? Sa komente më vinë çdo ditë ku dikush ankohet për diasporën se na vime votojmë Kosovë, a kthehem Gjermania ju lëm juve me Albinin, sa mërmania. Lirish një 10-20 renditje. E sakt për këtë temë sot po du më fol. A i takon diasporës me opozim politika ju? Pse? Se që po më intereson mu në këtë pyetje mas shumëti, mendime që po më shefet pak mas pyetjes. Unë besoj se është njëna pej bisedave më të veçanta se Kosova i shkonduf me pas shumë ma herët, po apet ma mirë që tash se heq, ama që kjo koment është shumë i veçantë. Se pasqyroni realitet në popullatën tonë, se na kena qef diqysh veç me bosi haj për gjë heq, po ankohen pak për diasporën edhe vazhdoj me jetë. Po nuk është qatë thjesht. Se diaspora është shumë pjesë e madhe e Kosovës, e zhvillimit Kosovës. Veç me ana shkalu këtë temë, as mos më kështë taku. E kështu se pjanisem mas pare me gabimin më të madh që diaspora e ka bëj, unë jam absolutisht dakord se na e bojna plotësisht fajin e qëtij gabimit. E ky gabim është se kena dëmtu moralin e punës në Kosovë. Për 25 vjet, si Zvicra, Gjermania, Suedia, në Amerikë, tonë kena qu parë në Kosovë për 25 vjet, edhe nuk jena kuqit kor. Qitash më duket se një 3-4 vjet ka nis ka pak më rallu parja që vjen për jashtit në Kosovë, a për 25 vjet nuk kem kuqit, e kem qu sa kem mujt, se më kon me ven më një mu. Po veç se më kon me ven më një mu, s'do të thot se s'ka pas ndikim negativ. Se me keq ato pare, na i kena mësu një popullat se parja është e lehtë, parja vjen të nejt, nuk ka nevojë ti më punu për me mor pare. E tash është normalisht pyetje, çka kena bë me gjithë këto pare? Me gjithë këto pare se diaspora ka qenë në Kosovë, unë jam absolutisht dakord se këtë problem na e kena kriju të qu pare pa u kuqit, është se na doqe me vëmendje pa vëmendje e kena prish moralin e punës, e kena zhduk presimin e nevojen e punës me monim, e kena zhduk presimin e ndërtimit, diçka më ndërtu për vetveten, se s'ke pas më ndërtu se na ju kem qu pare. Tash normal ka raste ku s'ka ndodh kjo, e ka raste ku familjet nuk e kanë pas kërkën, anë shumicën e popullatës në Kosovë në kolektiv kem qu pare edhe si jem kuqit kër. Tash kjo për shembull shihet edhe në krejt këto shtëpia që ishin gjithka, sidomos në Katune, po edhe në qytet. Krejt këto shtëpia nuk janë marrë me parë të Kosovës, po janë marrë me parë të jashtit. E me këto ato parë që na i kena quajë jo vetëm për shtëpi, po edhe për sa të tjera, nashta edhe një vetur u ble me këto, nashta e ke shkollu dikon me parë të jashtit. Po nashta edhe thjesht ke mbijetu, ke ble buk, ke ble tesha, edhe ke rnu. Okej? A mo kërnu prej pareve të jashtit. Do më thonë, prej kjo pare që e ardhë për jashtit, ty t'ka izolu e t'ka pështu prej pasojave ekonomisë të Kosovës. Do më thonë, ti kur s'ka ra krejt pjesha ekonomisë të Kosovës në kratu, se kur s'o dufti me shpetu vetë vetën me njërë financiale, është fjolla. Se e ke dit ka kusht një man. Do më thonë, se ke pas presimin e ndërtimit diçka për vetë vetën. Më shku e më punu, e më lodh, e më punu si kali. Edhe këtu ka përjashtime, ka njës që kanë punu edhe si nal korp. Na këtu po flasim për shumicën e Kosovës, jo tonë. E tash diaspora, juve të ju izolu prej pasojave të ekonomisë Kosovës, normal që për një gjenerat, se 25 vjet jënë shumë një kohë gatë për më mbijetu prej parave të jashtit, ju kem izolu prej pasojave të ekonomisë Kosovës, edhe e kena mundsu trashëgimin e çati stilit jetës, se gjithmonë dikush të pështon, se gjithmonë dikush është asë se ta zgjidh një problem me parë të jashtit. Kur ti je ngosht kikon me vet. A për me vetën e më thonë atë shkoj unë vetë më të mënuna të qysh ose të kuqiti pak stilin e jetës, a mos t'i blej do sane që nuk muj me bajt peshën e që atyne, nuk t'ka shku menja, se ma le të konë me vetë dikën, se më shku e mi bo part mënyrë moralshëm vetë. E që kjo, ndoqe, nasi diaspor e kena prish absolutisht, e kena dëmtu moralin e punës në Kosovë. Këto e normal që flas edhe për gjeneratën e prindve të mi e pak ma të ri, po edhe për gjeneratën e re, që tash se oto studiu se vise ka kry studimet, shihet edhe në treg, se e kena prish shumë moralin e punës. Kur kush nuk shkon më punu për 300-400 euro, as si fillestar mas studimeve, thonë jo më nuk shkoj për këtë parë më punu, pse më punu në për këtë parë, se shumicën e kohës janë mësu më mor parë letë, janë mësu menojnë që është letë me bodo parë. Edhe njëherës po them çdo familje e çdo person, po se në kolektiv e kem këtë zanot, më pritu, më punu për pak parë, se jena mësu më mor shumë ma shumë parë me shumë ma pak mënem. Jena normalizu pritshmërinë e arritjeve të parë, më kon afër zeros, më kon mënem zero fitim shumë, që to e kena normalizu. E tash për shembull ka herë kur e shoh do prind që ankohen, jo fëmia jam dhe mele, po prej tënde, mulla nuk bjen larg pe rama.
Okej, tash po di ç'është më thon ma bot, ti garant edhe vetë je deri dikon demel se për mos më kon as fëmia s'është bën, se s'kish pas ka me morrat mësim. Tash unë në këtë aspekt më fol edhe për jetën time personale, për shembuj në familjen time. Në familjen time nuk kem demela, nuk kem as burra as gra, nuk janë demela. Bili shumica e burrave në familjen time e kanë firmën e vet. Se doj si miq, se pak më të largë, pak më të afërt, ton janë punëtor në laminë e vet. Unë e babën time me vllaznitë e mi kurse kum pa të nejt, gjithë kanë punu. Li baba e vllau e mi gjallarët e dajt, po edhe motrat e mia, tezat e mia, halla jam, ton janë punëtor. Unë veç kum pa punëtori, unë kurse kum pa demelhone në familjet e nuk kem shembuj demelhones. Do më thonë, pritshmëria e etnikës të punës në familjet e në kullën. E që ajo pritshmëri nuk po them se është diçka lehtë me mirëmbajt, se edhe për mua ka herë zër, më thonë o zot, unë e krahasoj veten me burrat familjet e se jam mësu gjithë më punu, nuk di që shosh më nejt. Edhe kjo është problemi jam i personal, më ndona pak më punu ma pak, po apet thëm, ma mirë që shto punëtore se demelic. Ma mirë më thonë se gjithë shka që akom arrit një teme, e kom arrit me munimin tem, as ma ka falë kërkosh. Po as që akom vjedh kërkujt. Jo mënu prej fillimit, kom orë mësim familje teme, edhe jo mënu më bon punëtore. Se s'kom pas mësim demelhones, nuk kom pa ka më pa demelhone. Sot bili më nejt me demel, atin që është më përzijet që të më përzijet, bashkë më kap një farë strese, një farë nervoze, unë literalisht s'muna psikisht, më nejt me demela. Nuk më nejt me demela. Për që të aspekte kom edhe kare problem më gjithë punëtor, ama aty i gjoj do të mirë edhe i moj pra fa gjatë. Se di me gjithë një punëtor ka herë shumë zarë. Dhe një me thojnë se me kontrisht ashtë të bosh, po këtë përbëshë një herë punëtor, s'po mëshë më nejt më me demel. S'pe durojshë demelhonën ofër teje. Nuk e duran se vetë nuk je qashtë. Edhe nuk e duran me kon ofër demelave. As në punë, as jetën private, as në shoqëni, unë thjesht nuk rri nga demelave, edhe nuk bona demele. E tash para menoni Kosovë ku ti nashta gjithë e ke pa demelhonën, se je mësu dikush më t'i falë paret. Plus, tash ka koha e inteligjencës artificiale, cila ta ka bo edhe ma shishëm, më nejt e më menu se parja vjen letë, se parja të falet, se nuk është nevoja më kon ekspert një lami për më bo pare, për krejt i kryin inteligjencë artificiale. Ta ka shishmu nejen apet ma shumë. Sidomos, që shtash edhe pare, ku je mësu me mërë pare, pa pas nevojë më sakrifiku, më nem a njerës, a nerva, a ko, a trupin tën, për më arrit diçka një. Kështu se më vetë mu inteligjencë artificiale në Kosovë ka bo shumë ma shumë dëm, ja ka shtu edhe një stres problemet, se nas kem pas nevojë me pas. Ama që do njerës pe harrojnë si do mos rinia, më konë sinqerisht që ashtu, se inteligjenca artificiale t'i kryin tana punë e të bën pasanek, krejt katunet në Kosovë ishin kon plot milionera, ishin kon plot pasanika. Po nuk është që ashtu. Nuk mundesh me zavendësu dijen e ekspertizën në lamin tone, veç me një AI. S'ki qare, pa o kon vet i vedishëm, pa o kon vet një njëri që punon, që din me përdor një mjete, një software, a thjesht kreativitetin tënë. Po nuk janë. Katunet tona nuk janë plot milionera. E adhem se inteligjenca artificiale nuk ta zavendëson mungesën e disiplinës. Nuk ta zavendëson mendimin kritikal nëse nuk e ki. Nuk ta zavendëson dërimshmërinë, qëndrueshmërinë për afat gjatë. Ti apet si apet, do të me përdor inteligjencën artificiale për gjithë e me ndërtue, me permesue, me përdor që duhet për më arrit diçka. As inteligjenca artificiale që to punë nuk t'i kryen. Nuk të zavendëson, nuk të bën suksesshëm nëse je demel. E tash që do të me thonë një sen që është pak e pakëndshme me thonë, po është e vërtet. Diaspora nuk e ka zhduk veç mundësinë e zhvillimet e ndërtimet e etikës të punës, po edhe e ka zhduk diçka shumë më të veçantë për rinin tonë në Kosovë, indirekt, pa ditë që ka me pas këtë pasoj, se me pas ditë tybe këshim bo. E kem zhduk fatkeqësisht një aftësi sociale, se na sot e shohim po çdo ditë se është problem. Puna e fortë, puna e rënë, puna e hershëm, domethënë kur janë nis me 13-14 vjet më punu, puna është njëna prej pak mjedisi më do këtë i thune, një edise, që të formën si njeri, se ta formën egon, se ta ull pak egon, po edhe ta forcon në zhvillan në aspekt të duhur, e ju veç egon kollem. Pak të shtin me kontrolu vetë veten, se tregu e kërkan, më ditë kër është mirë me palu veten, më ditë kër është mirë mos më folë, më ditë kër është mirë më shku më performu, më këthyn shpe, edhe më shujt, me mshel gojen, kër është ma mirë me mshel gojen. Të mëson kër është me ven me respektu dikon, e kër është me ven me gjyku dikon. Se ego kemi tonë, nuk është e mundshme me zhduk egon, po çka është normal, është me formu egon, me
zbut egon. E që kjo normal ta bën puna, se ego ose niveli i egot është diçka që formohet në punë. Se mësohesh që është e nevojitshme me ndërtu një farë ekspertize para se sa bëhesh lider ose menaxher ose firmash. Mësohesh se është normal mi jap vetit vërmak derisa të arrit një farë niveli ku e meriton më të respektu. Mëson kur është më mirë më dëgju në vend se më fol. Kur është më mirë me pranu një kritik se m'ja kthy në mënyrë impulsive. E tani me justifiku me juve se veç e mbrojta veten. Mësohesh me meritu respektin, me meritu pozitën, me meritu parën, me monimin tën si individ. E këtë mundësi ja kena vjedh rinis e popullatës Kosovës të që parën non-stop. Tregut mëson me meritu e me arrit një nivel të respektit se s'ta fal kërkosh jashta familja që menon se ti je atë që këtonve. Po nuk je atë që këtonve. Në fund të mram, ton jem njerëz e ton kem nevojë me forcu karakterin ton. E tregut që ca në bën, puna që ca në bën. Se familja mënuhet më të bo botë e botë ku është ma mirë, po tregu, puna, monimi të forcon si karakter, si njeri. E që kjo proces i punës e sa do pak këndshëm se sa është, e sidomos burrat, i bën burrat burr. Po kjo është bisedë për një video tjetër. E tani cilën përfundimisht kanë rezultu moral të punës dop se çuditësh ato që hajnë njerëz buk, le mo që e bojnë parat me pi dohonën. Okay? I don't fucking get it. Është që është një farë procese, se tashtin egon më vdek ka dale, se në punë, ose afër do të me mshel gojen, ose afër do të më doru, sidomos kur jesh fillestare dhe s'ki qare, pa u adaptu. Po qëtë proces shumë rini në Kosovë, se kanë përjetu. Nuk din që është më doru e më konë praktikante, e veç më të silë peniones në kafe në qetën, bima ato pak më të shfrëzu. Është normal më të shfrëzu kur ti jesh fillestare, ti veç i vëndo detyra pa lidhje në punë, se ke arrit hala pozitën e respektit. Nuk e meriton më të respektu, kur si në gjanje 2-3 sene detyra thjeshta me qitë në stam, pa u anku. E do më thonë krejt qëtë proces, që është shumë i veçantë për zhvillimin e popullatës, sidomos rinis, popullata jonë, paka shumë e ka anashkalu totalisht, nuk e hin ketë në proces heq. E qëtë mundësi, na të që parë non-stop, ja kena morë Kosovës. Edhe shihet, a sheqare, çdo herë se unë munoj me lyp një punëtor të ri, sa zër është për rinin e sodit, me marrë pjesë në treg të punës, se nuk din as ç'është mos sill. E tash më duket do e din e do se din, po unë e kam firmën tam. E herë do kur do mu më vyn punëtor, edhe kam qef mi punësu rinin e Kosovës, okay? Po çaq më dalin probleme, çaq shpesh e kam ekstrem sfid me gjetë dikan, se sillet ç'është duhet, se e krijon një punë kvalitative adekuate ç'është duhet, se shpesh thjesht dhe shprona. Sa në që i kom përjetu unë në proces rekrutimit në Kosovë, për 26 vjetë karrierë në Gjermani nuk i kom përjetu. Në Kosovë, fillestari direkt mas universitetin në Kosovë ka një farë pritshmërie si për pagë, për respekt, për mirënjohje e sana, se nuk është normal në treg. Nuk është normal me pas egon kolim a arritjet zero. Okay. Kudzimi i dove në proces intervist pune, me kritiku pronorin e me kritiku tash në këtë aspekt mu shefen, për punën tem, që unë e bëj se 12 vjet, e ty, po flas me ty në intervist për gjysore nashta, e ti e ki kudzimi me më kritiku mu e procesin tem, e punën tem, është wild, është crazy, nuk është normal me pas një fillestar direkt mas universiteti kudzimin me kritiku dikon që e bën punën e vetë se 12 vjet. Më ndodh që kjo në Gjermani s'ka shans, nuk ka shans, më ndodh as në Gjermani as në Amerikë as në Zvicër as kërka heq. Si më kondi qesh me pas harru se unë jam shefica jote, se unë kom të pagu ty e jo ti mu, se unë kom të maj ty e jo ti mu, se unë kom kriju firmën tam e jo ti. S'po di ka për merr një guximin me kritiku dikon gjatë procesit rekrutimit, kur ti halas e ke vërtetu që je i vlerëshëm për qatë firmë, kur ti halas ke kontribu san, edhe s'ka me kuptu kur më duket. A në Kosovë e kanë një far ego, një far pritshmërie të respektit e çka di unë, se nuk përputhet kërka me realitetin treg, me vlerën tonë në treg. Në qëtë frekuencë, në qëtë intensitet që kom përjetu në proces të rekrutimit në Kosovë, në Gjermani për 26 vjetë s'kom përjetu. Ekipin mas madh që ja kom menaxhu unë kom 160 punëtor. Asnjëherë që sosane që më ka ndodhur në Kosovë, nuk më ka ndodhur aty në proces të rekrutimit. Edhe le procesi i rekrutimit, po edhe masane kur e kam punsu dikon në Kosovë, nuk o konë se jën konë gjendje me mbajt kvalitetin e punës. E kanë njëherë han problem me marrë një punë, po tani kur të morën, e kanë edhe problem me performu, me mbajt një kvalitet punës në nivel të përshtatshëm, adekuat për pagën që e merr.
ose me majt një afat që ja kom jap. S'di që po ma shtym punën ndaj çtune kur të kom thonë me kujt mërkurën. Nuk ka arsye, plus nuk ke kallzu, as nuk më ke vet, as sen hiç. Ka herë nuk e kuptoj ç'është më bani ju punën në Kosovë me ç'si lloj komunikime. A pse prekesh për kritikur? Unë kam punë më të kritiku ty, e më të avancuar me të punë piku. Unë jam e kënaqur me punën tonë. Kritika është puna jam. Unë kam punë më të kritiku si punëtorin tam. Ç'është mundesh më prek? Edhe mas këtyre sanave, ata sinqerisht mendojnë se unë jam e pa asyshme, se pritshmëritë e mia nuk janë adekuate, se kvalitetin jam që unë kërkoj në punë është një standard shumë i lartë. Vallata jonë, sidomos në treg të Kosovës, në treg të punës, është shumë e zavendësueshme. Jo se trup, se si trup s'është i zavendësueshëm kërkosh, e si antari i familjes që është s'pe tham, po është sipas dijes e sipas sjelljes në treg të punës, shumë i zavendësueshëm. Edhe që kjo situatë nuk ka më ndryshu kur, nëse na si individ nuk jem gati me u bë përjashtime. Unë du më konë, generalisht, përjashtime e shumës në Kosovë. Unë du më përmend për punën tem, për kualitetin e punës tem, për sjelljen tem, për integritetin tem, për karakterin tem. Por derisa na çet pritshmëri nuk e kem ndaj vetvete, rinia e Kosovës gjithë ka më konë e zavendësueshëm. Ama për më qëndru në treg të punës e për një më arrit diçka, s'ki çare pa u mënu me u bë përjashtim i normës, me u dallu prej shumës. E thash normal din pyetja Florentina, ç'është bëma përjashtim i shumës? Qa, të kallzoj. Edhe këtë sens po e thom mënyrë motivuese, që më bë përjashtim i shumës, po mënyrë shumë praktike. Çka për një një man punë e me u dallu prej shumë. Pika e parë është disiplina. Mas pare, këtyre avonuash në punë. A e kryen punën me orar? A je i disiplinuar në punë? Kur ta dikush me kryen një punë drejt mërkure, çka hamon me një shtym drejt shtune ose drejt hone. Kur ti e thu që e kryen një punë, moje fjalën e kryet që të nstëm. Nëse të mungon na informata, na idea, ai na diçka, mos të vjen keq me pranu, po shkoj kërkoat ndihmë që ty të vyn për me kryj punën me vakt. Krye punën me vakt, kjo sillet rreth disipline. Ndërto disiplinën në vetveten, në punën tonë, në treg tonë, në lamin tonë, në mënyrë që ty të bën hajër, okay? Kur ti më thu se vjen në takim online, se e kem lënë takim më fol, në 5:30, në 5:25 mund të shkruan Florentin, hajlojëm trafik po vanona pak. Jo nuk vanohesh, se me pasdi që vanohesh më kishe kallzu me vakt. Por çiso sana, s'ka më pas më mirë kuptim. Në Kosovë sillen pak se bota nek në firma, sidomos në intervista, nuk ka më pas më mirë kuptim në këtë aspekt për afat gjatë. Shumë më mirë ta qet, më nis me ndërtu këtë farë lloj disiplini për punë për afat gjatë, se ta qet me mënu me bë parën e shpejt. Okay, se nuk ka parë të shpejt. Nuk ka parë të shpejt. Plus parë shpejt, sa shpejt ka ardhur dhe çkan. Kështu se ma mirë ndërtohet një disiplinë që të bën punë për afat gjatë, sa që është gjallë, se sa të komenon mi bën 2000 euro për 3 javë në Gjermani tani mos më punu 6 muaj. Ti nuk ta merr mendja sa zërosh me gjetë dikën që është e disiplinuar punë, që e bën punën me kvalitet, që është në gjendje më komuniku, që është në gjendje me mirë mbajt kvalitetin e standardin e punës edhe sjelljes e mirë punë në nivel që është e përshtatshme në jetën profesionale. Na këtu s'po flasim për shoqëni private, për familje, por për jetën profesionale në punë. Diçka tjetër edhe që mundesh më bë është me mësu me bë do pyetje adekuate. Unë kur punsoj dikën, unë edhe e këshyri çfarë pyetje më bën. A më bën do pyetje pa lidhje, a më bën do pyetje që ke shmujt me zgjidhë vet, a më bën do pyetje që nuk ka pas nevojë nashta më morr mukuan, okay? A është dikush i kfjellt, a ka dikush një farë mendime kritike që është ngjanje me kritiku diçka fen e më kon dyshim të informatave, të sanave, proceseve pa e ofendu dikën. A je në gjendje më sill e më komuniku në mënyrë adekuate? Ose pika e kritikës, ç'është reagon në kritik? A je njëri që është në gjendje më pushu kritiken e më thonë, okay, nështë më mësu diçka pe qësaj, të marrë njerë me vetje, po me naj, a je dikush që reagon shumë impulsiv me arsitimin e mbrojtjes e vetvetes. Që to nështë atë tinglojnë për ty si janë aftëzit buta, të shpesh e kanë zonin pak të ligë dhe na kem zanot mos mi kushtu shumë kohë që ty në aftësive, po që to aftësi ty dallojnë prej shume, se na në Kosovë unë besoj nuk e kem problem kompetencën e ekspertizës e dijes. Na e kena problem aftësitë e buta, që tu e kena problem, se për të shkollum, jem tonë shkollum, unë së njërë një që nuk ka studiu në Kosovë. A për sjellje, shumë mujna më avancu. Again, nashta krejt që tu tinglojnë jo të veçanta, po jonë shumë të veçanta, se veç 3 pe që ty në 5 sanave, ti më konë gjanja mi bo, ti dalluash prej 99%
popullatës në Kosovë se është në treg punës aktiv të lyp punë. Veç më kon gjendja që tu me bon, në mënyrë adekuate të respektueshme, të sjellshme, ti dallohesh prej shumë edhe ka me pas zor me të zavendësu, se është zor me gjetë dikën, unë tash po flas pas pare për veti kur e lypin një punëtor, është zor me gjetë dikën që din më komuniku, është zor me gjetë dikën që i kupton këshillat e tua si ndihmë për afatgjate, jo si kritik për më të shtyp. Është zor me gjetë dikën që din më sill si njeri, pa e harru nevojën e performancës në standard adekuat, se në fund të ram krejt qëto sene e bojnë një sen shumë të veçantë, e që ton s'mundesh me zavendësu me sen. Krejt qëto sene e rritin besimin tem ndaj teje. Sa ma shumë që ti ki disiplinë, sa ma shumë se ti din më komuniku, sa ma shumë se ti performon që është duhet, edhe jenë gjeni me pranu edhe ka herë që s'din diqka, nuk vjen keqja, vjen të une tani mundur më të një mu. Krejt këto sene e rritin besimin që une e kam ndaj teje. Ti më bën më flet rahat. Ti më rahaton shpirtin qëllimi jëtë do të më konë si punëtor, me rahatu shefin, me rahatu trunin tam, që kjo mu më shty më të punësu për disa vjetë, edhe s'pritoj me të pagu heq. A në qatë moment, se unë s'jam më rahat, se ti janë nisë më lut lojnë e manipulime, a ne këneje, o të zavendësoj si mos më konë, okej? Më vetë mu në Kosovë, hala që tash po që tash, është shumë letë me o dalu prej shume, se nuk ka shumë njerëz që janë gjendje mi pas që tu pika që e përmena. Se i vjen zërë më konë një disciplinum, se vjen zërë me performu në mënyrë adekuate, se vjen zërë më komuniku që është duhet, se vjen zërë me majtë dë afate që na ja jepim, ose na projekt që na ja japim me qitën stëm. E kanë zërë qëndrëshmërinë, e kanë zërë performancën, e kanë zërë durimin. Më vetë mu në Kosovë është shumë letë për momentin me o dalu prej shume, standardi nuk është qa që naltë që është zërë me mirë mbajt. Po është thjesht diçka e re, nuk o mësu popullata juën me mirë mbajt që to sena, se kur si kina kushtu fort ko e vlerë. As zërë nuk është. Standardi o thjesht ma shumë se sa pasiviteti. Këm pas edhe raste shumë pozitive. Unë tash në Kosovë jam si gati 3 vjetë, i këm pas 3 raste tepër pozitiv, edhe di se qata 3 njerëz që i kom punësue, kom pas projekte me ta që tash për momentin e kam një piqe ty në 3 halat punësum, gjithë kam i përmen për të mirë. Nëse mëj minimu me gjithë një punë tjetër, i një mëj, se e di, e vlerësoj, ja di kvalitetin e punës, e di që silën, janë absolutisht dallim prej shume, janë shumë rast pozitiv, që është zorë me gjithë në Kosovë, po egzistojnë. Nuk është që s'ka rastet mira. Standardi e kolektivit është qa që i dëp, se mu po mdoket është shumë let me u dallu mënyrë pozitive. A më dhone, veç 3 persona i kom gjetë për 3 vjetë, se ja ka vlef më bashkëpunu me ta për afagjo. 3 për 3 vjetë. E kështu se në këtë pik, jam absolutisht dakord se na si diaspor, jena fajtor e dëmtimit e moralit punës në Kosovë. Na i kena prunë popullatin tonë këtë pik. E ta shlem të pës diqka. Veç se diaspora e ka dëmtu moralin e punës, a do të thëtër se ty ta ka bërgj Albini, a shteti, a diaspora, me pas të jetën sa ma letë, sa ma bot e sa ma të rahatshëm. Po apet më mor pare të nejtë. A ta ka bërsh dikosh veç se na i kena dëmtu tregun e punës, direkt e indirekt, me ta letësu ty jetën. Ose a veç se një politikant ka shfryzu për 25 vjetë. A veç se s'ja ki besën tregut punës, që ta mi mban punën, nëse hin punët, më qita pet, la. A ta ka bërsh jeta, një jetë ma të letë, veç se ke hek. Jo, e a do thot kjo se tash takon ty me lujt rolin e viktimës për sa t'jesh gjallë, edhe me trashigu viktimizimin. Jo, se në fund të mram, një sen gjithë ko më qëndru se fakt. Ti s'munësh me largu përgjësin e vetës ndaj dikuj tjetërës. Mi thonë dikush tjetër ma ka bërq më mnejt gati, dikush tjetër ja ka bërq më ma ofru një opcion, ose një oportunitet në punë, dikush tjetër ma ka bërq më majt. Jo, nuk ta ka bërq më të majt kërkosh. Ma se ti vetën se manë që shtë, as kërkosh tjetër s'ka më të majt. As diaspora, as Albini, as infrastruktura e Kosovës, limo prezidentja hiq se hiq, nuk ta ka bërq kërkosh më të majt që ashtu. Po ja ki bërq vetë vetit me ndërtu një jetë që ti të pëlqen. Unë s'pimohoj krejt këto probleme që na i kena në Kosovë. Sistemi, katastrofë, politika, më të më folë, nese po flasë palë në përvedja. Tregu i punës shumë i rënd, është i rënd. Unë s'pimohoj situatën e dop në Kosovë në disa aspekte. Po nuk është se s'ka shansa më ndërtu diçka për vetveten. Nuk është se s'ka shansa. Po e kërkon monimin. Se na në sene dim, krejt që të sene nuk përmesohen vish të anku, vish të fajsu dikën të e gjetë një fajtuar një armik të ri. Diaspora, Albini, prezidenti, infrastruktura jon, politika, kur qkafi nuk ka me o përmesu, nëse na nuk ja nisim përmesimin të vetvetja. Nëse na nuk ndryshojmë veprat tona, mendimet tona, votën tona, ku na ja japim. Nëse na
nuk janë nisi me refuzu korrupsionin, e shfryzimin, e politikanëve, po edhe firmave, institucionave, krejt qito sene s'kan më përmirësu kur. Nëse na thjesht veç vazhdojmë të adaptue, hajt se ton janë qështë, as një sen kur s'ka më përmirësu. Që se mos e këqyra ka ndryshu diqka, përmirësohet diqka, po kështë qa më ndërtu une, qka më përmirësu une, qka më une sot më vendos ndryshe se sa kom vendos për 25 vjet për me përmirësu të ardhmen ta. E tu i thonë vete që shto, une e du një futur më të mira në jetën kohë totalisht të vepru ndryshe, ti e kuqit veten, e kur e kuqit veten e kuqit familjen tonë, e kur e kuqit familjen tonë, e kuqit shoqnin tonë, e kur e kuqit shoqnin tonë, e kuqit krejt shteten. Më thonë, edhe përse kjo kuqit mja, ja nis veç me ty se individ, kjo automatikisht e kuqit krejt shtetet. E adin që ka krijon kjo e kuqit mja për afatgjat, e krijon viktimizimin, e normalizon viktimizimin, se unë gjithë jam keqe, kur s'po bëhet ma mire. Unë këtë fjalë viktimizim s'po du me përdor për me gjiku dikon. Se në fund e mram, Kosova ka traumë. Trauma jonë është shumë reale. Nuk është diçka që po e rrajmë vetë veten. Kosova e ka një histori reale të vujtjes, e dhunës, e të luftës. Është normal se deri dikon e viktimizojmë veten. An këtë pikë të pasivitetit më rasin treg se ne do kem të gjitha, është e tepërt e është na dëmtu në jetën ditore. E këtu halas fola për shfryzimin e herove të Kosovës, edhe ajo apet kanë imtu. I kena shumë shtresa të viktimizimit, që shumë shtresa traumës. Nuk është veç lufta. E krejt që ato e grumbullojnë një farë pjeshet viktimizimit. Po çdo traumë e ka diçka që thirret shelf life. Duket shqepi bjen që ku më shkru, jetë gjatësi. Dikur, arsitimi i situatës tonë sot për shkak traumës tonë të luftës, s'ka dënë. Nuk mundesh gjithë me përdor këtë arsitim të luftës për traumën tonë, për pasitivitetin tonë, si arsitim i situatës tonë sot. Ka skadu arsitimi i situatës tonë në bazë traumës. Kaskadu. Më vetë mu, Kosova e ka kry fazën e gjinohet. Nuk më vjen mu gjina për dikon Kosovë. Nuk është më nevoja une me shpetu dikonën. Mun është me shpetu vetë vetën. Nuk jemon qatë pikë që është për më të arë gjina të si njëre ose Kosova se shtetë ose popullat ose popullat. Shihet edhe për shambull në donacione për organizata vullnetare që une punoj ka herë me to. E kom vrejë se edhe si pas vitet kalum, donacionet në Kosovë janë rallu shumë, se edhe në perceptim global Kosova nuk shihet më në qatë nivel, qatë pesh, qatë intensitet, si një shtet që është keq, si një shtet që do të me orë gjina. Nuk është më në qatë pikë. E ta shti do të me vetë vetën, e na si shtet, si kolektiv, si popullat, a du me lënë të kalumen me definu vetë vetën kush jam sot dhe kush ka më konë në bazë të kalumen, në bazë traumës, a du një anis me pyet vetë vetën, çka du më ndërtu une për vetje, për familje, për rreth, për shoqni, për shtet, për të ardhmen tam, a du më ndërtu diçka. Edhe nuk është që s'ka njerëz, sidomos rini me shembuj shumë pozitiv në Kosovë, që kanë shfryzu situatën që është, kanë kriju domundësia të veta për me kriju një jetë që është shumë për me lakmu. E kanë kriju një jetë që është për me lakmu. Unë vetë në gjë njerëz që janë një qift për shembull 25-26 vjet që janë të martuar, e kanë blerë një banesë me asnjë ndihmë familjare, po me punë të veta. E kanë ka dy puna, një tonë ditë premte punojnë diçka, në vikend diçka tjetër. E kanë mësuar anglishtën, nuk e kanë ditë mirë në fillim, po e kanë përmirësuar me kohë. Njëra ndoket flet gjermanisht, tjetra anglisht, njëra është në call center, tjetra i bën diçka tjetër. Janë avancu në mendësiat e në mënyrat veta që shkan ditë, që shkan mujt. Po dy ti kanë ka dy puna, e kanë gjetë mundësiat e veta ku janë e kus janë për me ble vetë një banesë me 25 vjet. Unheard of në Gjermani që kjo nuk mundet më duhet, adin sa zërë është me ble një banesë. Do më thonë nuk është e pamundshme me mënyrë të moralshëm, më bo pare e me kriju një jetë që është për me përmen shumë pozitiv në Kosovë. Që se sa do që më thot dikush nuk ka punë në Kosovë, nuk ka punë për ty, se nashta je demel edhe ka punën për ego. Po punë Kosovë ka, po do të me harru ka herë egon. Jo ka herë, po ka herë shpesh. Edhe na në Kosovë për që sa njën shumë të këqi, o na pa janë gjitë pak ilegalitetina, e ka pos mjoftësia, e ka një mu baba e nona, nashta edhe ka flajt me shefa, zote edhe qka, na pa ja prish dikujt, arritjen e veta e me zhvlerësu arritjen e dikujt, njëve si mos më na flajt shpirti rahat, okej? Shumë interesant. Pa ja prish na dikujt, nuk muj na heq më gëzu për dikan. Ka njerëz, edhe ka shumë njerëz, sidomos rinia që ka shfryzu digitalizimin në mënyrë adekuate për të mirën të vetën, që kanë arrit diçka, e kanë ndërtu diçka për vetveten me dije që është mundësia edhe në Kosovë, më arrit diçka pa kredit, pa hi bësht të dikush, pa i bo do pare në mënyrë ilegale, pa u bo korrupt. Okej? Është mundësia në Kosovë, mu arrit shumë çka pa u bo korrupt.
Po a bëhet let? Jo, po let s'bëhet kërka hiq. As në Gjermani nuk bëhet let me bler një banesë. As në Gjermani nuk është let me punu 2 puna tona dej dille e mos më nal kur. As atje nuk është let. A mundësia ekziston në Kosovë, se na kena qef me thamë vetë Kosova keqe, Kosovë s'ka sen. Ka, po do të më mënu, do të më jap vetë, s'më shteni më fol, e më punu. Veç për të veten, a jam i gatshëm, a jam i përgatitur për me punu çish i takon kësaj arritjes. A jam gjendje më punu se kale, në që edhem promja, shtune dhe ashtë edhe dile, për me arrit do arritje do qëllimet mia, që i kam. E përgjigja është inshallah po. E tash këshire, edhe përse unë e bona nervoz, këtu ka dhe diçka të mirë. Se edhe përse situata që tash për që tash është shumë e keqe në treg të punës, sidomos në rini, përse na e kena dimtu moralin e punës, ose etikën e punës, diaspora nuk e ka bot pa mundshme më gjithë punë generalisht. Diaspora nuk e ka prish tregun e punës, më thonë, a ekzistojnë pozita të hapta a jo, a ekzistojnë punë më shku me punësu vetë vetën. Në që ato se kena dimtu, puna ka pas gjë, oportunitete me punësu dikon, me ngrit vetë vetën, me zhvillu e me ndërtu vetë vetën, ka ekzistu gjë. Mas lufte që tash edhe ka më ekzistu gjë. Diaspora nuk e ka bot pa mundshme për politikën me kriju në sigurim shëndetësor. Diaspora nuk e ka prish infrastrukturën e Kosovës. Diaspora nuk ka faj se e kanë shfryzu politikant Kosovën për 26 vjet. Edhe përse na këtë sen e kena bo, kena demtu moralin e punës, na kreqet o sen e qira nuk i kena bo. E diaspora nuk është arsyeja pse rryma u ngrit, pse ka pëndans që i pëndzojnë njerëz për 200 euro edhe përse është ilegale. Ta unë e dinë se është ilegale për në Kosovë, a pet ndodh se pëndans i pëndzojnë njerëz nër 500 euro. Për diaspora nuk është shkaktuesi e kreqit ty në seneve. Kreqit o sene, cilat jo ka heri për mene, thotë dita diaspora i ka bo krejt, kanë ekzistu edhe para votës tonë për Albinin. Krejt këto sene kanë ekzistu edhe për para. Krejt këto sene janë kon problem edhe për para. Edhe kanë më kon problem edhe mas votës tonë. Se do sene nuk kanë gjë të bëme me Albinin a me vetë vendosjen. Po na kena qef ka herë krejt me gjujt veç në që me thonë, një të ngjire. Okay? Po nuk është. Edhe nuk është veç keq me fajsu diasporën për këtë sene, po është shumë të konvenon. Të konvenon se është shumë let me gjetë në arsitim jashta vetë vetës. O shumë let më thonë, okay, diaspora na ka prish punë, vetë se me pyet veten, qa kom bo nashta une? Qa o kon nashta pjesmorja jam, direkta, indirekt, në këtë rezultat tjetës tonë ditore? Qa kom bo nashta une, familja jam, migjallarët e mije, dajt e mije, qa di unë kosh, për 25 vjet që nashta si shkon duft me bo. Për kanë kena votu, për kanë si shkon duft më votu. Për kanë kena punu, për kanë si shkon duft më punu. E kujna e këmur pare, kur nashta ma mirë shkon më vujt e më heke me gjithë një pun tjetër, se më kon një varën prej dikujt. Po e kom pru vetën këtë pozit. Dhe din që më do këtë shumë që di në këtë argument për dikush thot, diaspora, po pozit politike, tani po votojnë për Albinin e po nalojnë vetë, ne. Kur t'ka konvenu ty, mendimi jonë e pare tona, nuk e keni refuzu, e keni pranu me gjithë qef. Juve s'ja u kani, sa zaro kon për baba e nona tona, mi bo ato pare e mi da e mi majt 2 familje. Një në Kosovë, një në Gjermania, ka do që jënë kon diaspor. Juve s'ja u kani se baba tona do të mi majt ka 2-3 puna, për më kon gjendje mi ushqy 2 familje. Juve s'ja u kani se edhe na se fëmije kena pas sakrifica tona. Edhe na u duft me sakrifikur rinin ton, e qefin ton se fëmij, e lëmë të rin ton se fëmij, për të mirën e familjes në Kosovë. Edhe na si fëmije kena bo të sakrificat, ashtë nashta juve si do kënë san, për neve se fëmij nuk o kon let bisem kon edhe për neve o konë zërë. Për kokër s'ka thonë, hajt li mos na qa pare qitë muj, ose mos na qa mo heq qatë shumë, se edhe ti ki grue ki familje. As juve nuk jo ka rëndër men, më thonë, këqyre dhe ti vetin pak ma fart, se na në Kosovë mirë jeme dhe në mëj këto me gjithë një punë. S'na ka thonë kërkësh. Po okej, tash në veç fulla për pare, po ndima e jashtet, o konë edhe ka herë kanë qua edhe vetura, e kretë sana tjera. Nuk o konë gjithë veç parja. Po edhe ato jenë më nim, edhe ato duft mi blerë dikosh, duft mi pagun dikosh, o duft dikosh më mirë me tanë, vend se më mirë me familje dhe. Sakrifica nuk o kon veç parja, po o kon mënimi, o kon njërsa, o kon koa që ajnë ose ajo nashta ka mujt edhe më najt ma shumë me fëmijët vet. Edhe prind tuan kanë sakrifiku shumë. Në qatë moment kër juve ju ka konvenu, nuk e keni refuzu ndimen. E tash, mas 26 vite ndim, njeve na takon me opozim politik, se na i kena ndërtu Kosovën qka o sot me pare tona. Edhe përse ka pas pasojnë e keqe në etikën të punës, ka pas edhe shumë sanet mira, i ka ndërtu shumë sanet mira. Normal, që në takon të ashtë edhe neve, me opozi e me o zhvillu, ose me mënu me votimin ton, me zhvillu Kosovën ndaj një drejtime ku na e shumë Kosovën. Ashtë nuk më ne thjesht më thonë, vise jeton jashtë nuk takon me opozim politik në Kosovë. Qa që thjesht nuk
nuk është, çfarë që bardhazi nuk është. Neve na takon se na e kena ndërtu Kosovën, ç'është e keni ndërtu edhe jo. Por se na s'kemi jetu në Kosovë, edhe na e kena ndërtu Kosovën. Ti thjesht nuk mundesh me përdorë resurset e dikujt për 25 vjet, për më shumë se një gjenerat, e tani më thon mendimi yt këtu nuk vlerësohet. Nuk mundesh me përjashtu dikën çashtu. Kjo nuk funksionon as në nivel shtetit, as në nivel popullatës, as në nivel të familjes, po as në nivel të lidhjes romantike me partner. Nuk mundesh me, s'po më thon shfryzim, s'mundesh më përfitu pe dikujt për 25 vjet. E tani më thon ty s'takon këto me u përzi. Na mal që takon. Se nëse na jena kon zgjidhja e Kosovës për 25 vjet për do probleme kryesore që e kena pas, na e kena meritu drejtësinë e opinionit, drejtësinë me u përzi në politik, edhe e zhvillimet e Kosovës. Na e kena meritu me u përzi në zhvillimin e Kosovës. Unë personalisht gjithmonë them se në punë, si në jetë private, po edhe kur bëhet fjala për Kosovë, përderisa ti je kon pjesë e problemit, e unë e kam pranuar se diaspora o kon është pjesë e problemit, se na kena dentu tregun e punës, ti edhe mundesh më kon pjesë e zgjidhjes. Ti kur je pjesë e problemit, ti mundesh me gjetë një zgjidhje, ty takon më kon pjesë e zgjidhjes. Po kaj që që ankohen se diaspora vjen në voton për Albinin, anë kënen sin komente në Facebook, nëse kjo argument sillet gjithkan, nuk është vetëm në komentet mia. Ju mënoni me përjashtu dikan që është i juve, se ka qëllimin e njëjtë për Kosovë, se ka qëllimin e njëjtë për popullatën tonë. Na nuk kem qef me pa Kosovën keq. Na nuk votojmë për Albinin se dojna me pa Kosovën keq. Se më konë që ashtu, na kishim votu për Ramushën. Që, e thash. A me pranu ndihmën tonë financiare, këne me pas pritshmërinë e hiqjes tonë, valla që do s'ta ka humër kërkosh. Jenë shumë keq. Actually, ju s'më vje keq heq, se që kjo është realiteti. Sa herë do që një që to dajmë thëmë, my god, nëse dim në Kosovë nisen, na dim me manipulu dikon me mënyrë emocionale e me mlu se në analizë politike. Sa mirë dim na mjap shqela ne kënej e me arsitu mendim personala, mendim politika, analizë politike, nuk është analizë politike, po thjesht është manipulim emocional. Thute gjitha e mënem që na këna bo për 25 vjet edhe hala vazhdojmë më jep në Kosovë se jepim edhe me qef. Nuk është se veç obligimin na bjen këtë pikë e pareve që i qojmë familje, po edhe qefi, dashnia. Kështu se gjithë kena më përzi. Jem të përzi, kena më përzi, do të përzihem. Se nisen është shumë e vërtetë dhe shumë ashiqare. Në ata se lakmoj Kosova me u zhvillu ndaj hajt standardit europian pëthojmë, nuk mundesh me thonë e du në pagë më të mirë, e du në infrastrukturë më të mirë, e du me uni më sigur të shtetin tonë, e du i politikan që është heroi paqes e jo veç heroi e luftës. Kur i dën krejt qito sene, kur e kërkon qit standard europian, po të njëjtin kohë vepron për partitë e njëjta që e kanë dëmtu Kosovën për 25 vjet, e kanë shfryzu Kosovën, e popullatën tonë edhe neve, e tatimet e krejt, nuk mundesh më thonë se ti pja dën të mirën Kosovës, kur i bën qito sene që janë kontradiktor me njëna tjetrën. Ti ose ja dën Kosovën të mirën e nuk voton për hojna, ose ja dën Kosovën të keqen e vazhdon çka ke bën deri sot. Se ku ka arrit Kosova sot me këtë hajnie, këto probleme që i kanë, as nuk ka faj Albini, as nuk ka faj diaspora, e as nuk ka faj qetër kush jashta popullata juën vendas e Kosovës sot. Se i kanë bodo vendosje, apet, e tash çuditen ku kanë mërrin këtë pikë. Normal që është letë me gjithë në fajtur, në armik, se është ma letë me akuzu dikën, se me pranu vetët, edhe une e mbaj pjesën e fajet kësaj situate. Edhe une kom bo diçka, nashta dhe se hajtë se e kam bo dhe tonë edhe se që akum një këfar, po edhe unë jam pjesë e problemet. Se kur të ka koha më votu, ma fort ka interesu nashta për asfaltin deri të dyrit se për futurën tonë, e futurën e fëmijës, e futurën e popullatës tonë. Nuk mundesh më thonë se s'ke vepru me mënyrë gabum për disa vite. Edhe kjo nuk është për më të gjyku ty, po kjo është veç fakt. Edhe përse për thëmë pak me emocione anekne, nuk përdu më të gjyku se në fund të mram krejt kolektivisht Kosova i ka bo këto gabime. Nuk o konë veç teja, veç ona, veç aja, veç kë. Për na si kolektiv, kena vepru me njërë total gabim për zdi sa vite. E tash e kena shansën me përmisu Kosovën. E unë si marrë këtë për më thonë për kënë më votu. Se në fund të mram, normalisht gjithë kosh voton për vetë vete për nevojat e veta. Qëllimi jam nuk është më të kallzu për kënë më votu. Qëllimi jam është me të vëdisu për nisan. Se ti nuk mundesh më thonë e du një futur të re, a vazhdimisht mi bo do vepra e do vendosje që totalisht quajnë drejtim tjetër, quajnë drejtim të kalumes që o konë keq për 26 vjet. Nuk mundesh më thonë e du një të mirën për vete, kur vepran në kundërtën, nuk mundesh. E adin që ka më ndodhë nëse së nërshon sen, shoqënia jote, nashta antarët familjes tone, kanë më avancu, kanë më këfjell, kanë më vepru në mënyrë ndryshe, mënyrë të reja për një të ardhmen më të mirë. E s'kan
me lyp veç një armik të ri për me fajsu, po kanë me ndërtu veten, e ti tani kemi pa dikure, mas disa vite kemi thonë, që kam bo mërë këta kushtet, se unë halojem të hek. Ti ki më mbet mbrapa, për dire sa qirët avancohen, ti nashta halojen dysheme pse janë neje, ata qirët s'presin, nuk e presin kërkan. Popullata është të këfil, nuk është nevoja mu me prit kërkanën. Që, ndërta, diçka për vetje, e bën e veten të pazavendësushëm, se ka 100 lloj mënyra me bo veten pazavendësushëm. Po bën o dikosh se non-stop e ngrit veten, se mëson diçka të re, se avancohet, edhe nëse është zër, edhe nëse është mënim. Ma mirë se më koni varë ndaj dikujt, ose ndaj politike, ndaj sistemi, ndaj infrastrukture. Ma mirë është apet më konë i pavarën. Sekret ata që vishë thojnë o diaspora, o Albine, o sistemi, o infrastruktura, kanë më mbet në venin e njejtë, s'kanë më avancu, kanë më mbet që aty ku janë, edhe s'kanë më leviz heq. E mas disa vite, që është më gjalli e filonit, arriti këtu e qika e filonit këtu, e gjalli jam, s'pëdin e që asone. Li gjalli, për nasha as ti, mos e bërë vjetën atë pi. Unë ndajmë thamë që to zgjidhje janë zgjidhje të thjeshta, jo të lehta. Se zgjidhja më mirë me vetveten e me zhvillu e ndërtu vetveten është një zgjidhje shumë e thjeshtë, po nuk është e lehtë se e kërkon monimin, e kërkon kohën, e kërkon investimin, e kërkon përgjegjësinë, me mbajt përgjegjësinë e jetës tonë, e ndërtimit tonë. E nuk është lehtë. Unë kur tham bën një që di më komuniku, që s'bën sot për sot. Do të më lexoj nashta një 20 libra për me kuptu ç'është e pranoj kritiken, ç'është e përpunoj kritiken, ç'është kërkoj ndihmë pa e leksu veten. O më komuniku është art, më komuniku e ju peshene, se unë këtë art gjuhën shqipe, hala se kom arrit. Se unë jam mësu më fol gjermanisht e anglisht. Shqip e kom hala problem artin e komunikimit. Po mënona për gjatë vet. Unë nëse 9 muaj jam të bëj video gati 19 duket në TikTok e në YouTube. E hala nuk më ka permesu komunikimin në qatë nivel që kisha pas qef me ndërtu. Se është një proces shumë i gatë, edhe përse qëllimi është i thjesht, e mënyra për me avancu komunikimin të në gjuhën shqipe, është një zgjidhje shumë e thjesht, nuk është e lehtë, është për mu shumë zërë, po e di që ja vlen mi kushtu gjuhës shqipe këtë mënim për të mirën tanë për afa gjatë. Kështu se, kur unë ja japin një këshill që është me kry në sanë, mos me nësë se është letë, është thjesht, jo letë. E njëjta shkon edhe për disiplinë, për dërmshmëri, për kvalitet punës, për zhvillimin e reziliencës emocionale, por edhe akademike, intelektuale. Krejt këto sana ndërtuan ka pak si për herë. Nashta qëtë muj ja jap vetet një qëlle, me thunë qëtë muj du më mirë veç me temën e komunikimit. Në mujnë tjetër vazhdon me temën e komunikimit, po ja shton një temë tjetër, nashta temën e disiplinës. Thu, në qëtë muj du m'jashtu, kur mos më vanu mo, s'ka gajle me kanë e bëjnë një tërmend se private sin punë, kur nuk du më vanu mo. Tani muj në tret, ja shton apet një sen tre që do më ndërtu. Të më thonë kjo bën me muj, me vjet, kjo është një detyrë këtë jetës, nuk bëhet sot për sot. Kështu se mos e shtreso veten, po edhe mos e dëshpro veten. Apet nisja, se nëse s'ja nis sot, ti aty s'ki më arrit kur. Unë e këtë të sanet që pëtham, edhe përsi pëtham me emocione, e ka herë më vlën gjako, i tham me dashni, i tham se kom qef më të pa mirë. Fët i tham se më folë me vlla me motrat mia, kom qef më të pa mirë. Ty, po edhe këtë Kosovën, se unë e di ka herë më nejt në fazën e komfortnes, ma shumë dëmton se sa të bën hajrë. E që kjo faza, ku na po njem komfort në Kosovë, e ka pas, o kry bërë më o kry, i është të në dëmtu, do të më avancu, më këfjell, më gjallnu, më vepru. Për që ta, që të sen që të këshilë se po të jepe, është për të mirën tonë. Nuk është se po kam qef më të pa keq, se më pas unë e qef më të pa keq, të kisha shfrëzu, dhe që është demel honën. Në Kosovë i ki shumë opcione. Ti veç thjesht do të më vendos për vetë veten, a do me shfrëzu që to opcione që e ki, apo do me anashkalu e më vepru këshe nuk ekzistuan. E jeta në Gjermani është ma letë, hajtë përshkoj jashtë. Nuk është ma letë. Thjesht i ki sfida tjera. Nuk është ma letë. Bile i ki sfidat ma shumë se janë nis pa gjuhë, pa punë, pa edukim, nuk pranohet shkolla. Shumë sana është ma keq në Gjermani. Mja nis për zdyti jetës, është shumë ma rënë se më ndërtu diçka që aty, ku e ki shumicën e dijes tonë. Unë sinqerisht në temel trupit tam, shpirtit tam, besoj se ti thjesht do të më vendos. Do të më vendos një herë për të mirën tonë, se ti ja dën të mirën vetvetes. Në çat moment se sinqerisht vendos se ti ke qef me pa veten mirë, nuk ka rrugë dalje tjetër, jashta se i bën zgjidhje jetës tonë në Kosovë. Se ka zgjidhje për gjithçka. Se ti kompetencën e ki, dijen e ki, monimin, trupin, inshallah e ki qëndetshëm, ti ka fal Zotit tana të mirat, i ki, veç të më vendos.
edhe do të më vepru, ka pak. Edhe, më nigu mu, konda që e ki demel në rrethin tën, i largohesh ka dale, se demeli të bën demel. Demeli s'ka qef as ty më të po mirë, okej? Që se, nëse edhe rrethin e ki që ashtu, të kisha thonë me ndryshu edhe rrethin, më mënu pak, më afru me njerëz që i admiron, që i respekton për moralin e punës, për arritje që i kam bën punë në mënyrë të moralshëm, e jo me hajnia, me sot e din qka. Na dhe që jem si kjepa, e kem shumë shtresa të arsytimeve pse s'muj ma nek në jehën, në mes e kena kompetencen në kullem, na jem të edukum, na jem të shkollum, na dim gjithë shka, na jem generalista, e dina më mirë me shumë sana. Për që ato shtresat kepës që po tham, ty të me hek ka dardale dhe me lhonen, pretesen, ato argetime që kem qef më mirë me Big Brother e kësosane pa lidhje, me hek ka dardale e më mbri të thelbi e karakterit tënë, që une e di është i mirë, është punëtor, është ambicioz, e di që e ki në vete, po do të mja mundësu vete të i hek që ato palët me u bo ma shumë thelbi që je se sa palët. Okej, isholla që kjo e kuptush nëse duket e komplikova fakt. E në fund, nashta tani më rrinte në mirë kuptim e një sene që unë gjithë menoj, po kare po më duket na harrojmë të debatu, të filozofu, sidomos në politik, na e harrojmë se diaspora edhe vendas në Kosovë e duhen njëjtën sen. Na jem i njëjti thujëzi person, na jem kosovar shqiptar. Na ja duhem të mirën Kosovës, se ata jashtë po edhe këta mrena. Nuk është që jem të dashur një sen totalisht ndryshe për njëri tjetrës. Na e kem qëllimin e njëjtë, po pa e përmesu veten, pa e ndërtu veten, as Kosova s'ka më ndërtu. Kështu se tjetër herë kur apet na shtahash pak me dikën diasporës, kujtoja vetet se edhe ai ka qef më të pa mirë, edhe ai ka qef Kosovën me pa mirë. Si edhe te, po pa monim nuk bëhet kurçkafi. Se futura e Kosovës në fund të mram nuk vendoset në parlamente, as në Bruxelles, as në Berlin, as kërkaheq, po në Kosovë. Ç'është sillem na, ç'është veprojmë na si popullat. Kem shumë më shumë ndikim në futurën të Kosovës se sa mundet më pas politika e Kosovës. Ç'është na e ndërtojmë veten ose se ndërtojmë veten. Thot shumë më shumë për popullatin tonë, për Kosovën si shtet, se sa mundet një parti, a një politikan, a një prezident. Çka bën ti me jetën tonë, është shumë më e veçantë për futurën e Kosovës se sa bën një parti për 5 vjet. Ti je njëri me pushtet, me përgjegjësi për jetën tonë, për të ardhmen tonë. Thjesht vepra si një njeri me pushtet, se ndoqe ti ki pushtet, po halos e ke shfryzu, halos ja ke nis me shfryzu pushtetin që e ki për të mirën tonë. E në qato, mujna me baton. E nëse ti menon se qito fjallë, nashta i kishin bohar edhe dikujt, na shoqe, shokut, vllaut, motrës, nashta edhe prindve, lirisht dërgoja videon e ndoje me këndën që i nevojitet.